Një operacion policor i koduar New Start 2 ka goditur një bazë armatimi dhe drogën në fshatin Suk të Roskovecit, duke vënë në pranga një 34 vjeçar dhe baban e një 61 vjeçari. Pas një hetimi një mujor me metoda proaktive, forcat shqiponja dhe ato operacionale ndaluan fillimisht të riun Adiol Hada 34 vjeç në dalje të fshatit, ku brenda në makinë u gjet rreth 1 kilogram kanabis i ndarë në doza gati për shitje. Kontrolli ushtri mëtej në banesën dhe lokalin e familjes, ku policia zbuloi një sasi prej 17.6 kg kanabis të përpunuar dhe një arsenal të vërtet armësh. Ndërkohë, nga kontrolli i banesës dhe i lokalit në pronësi të arrestuarve blut sekuestruan 17.6 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, 2 armë zjarri, pistolet, 2 armë zjarri automatike, 2 granata luftarake, 1110 fishek luftarak të kalibrit të ndryshëm, 2 aparate celular dhe një automjet të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Për shkak të arsenalit dhe drogës së gjetur në shtëpi, policia arrestoi dhe baban e 34 vjeçarit Asqeri Hado 61 vjeç. Tashmë të dy persona do të përballen me prokurorinë e Fierit për akuzat e shitjes së narkotikëve dhe mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve luftarake, ndërsa vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale.